ti alen edhe 3 cente, blen një kese, ty kesën s'ta jep papare. Biznesi biznes që ka qarkullim. Milion shty kesën papare nuk ta jep. Kështu që dhe të vedisohet se cili mos thëtë biznesi, se e ka për detyrë, me pas edhe të pare të imta, të ja këthen se cili qytetare të centit. Momenti që e qëtë një anathënon se kjo është ma shumë psikologjike, pëse se kanë lanë një produkt 2 euro, po kanë lanë një anathënon, ose anathënon. Kjo është ma shumë psikologjike që e kanë përdor. Okej, nëse e ke përdor psikologjike, për mos me ju do qytetare të shtrejt, do të mja këthy qëtë cent. Cent me cent. E kur jemi të peshorja, veç mas në ata që praktikujnë e din që kjo është një çështje shumë adhore, edhe në aspektin fetar. Lo është ajet kuranor, mirë ata që mangu të lanë peshorën. E në marketet tona, jove që ndodhë mos me pas peshorët në rregull, po në i herë blinë molla, po veç kur e shetë arkat, ka lënë kashkavall. Në rastet tilla, a mundemi me prap me inicu si diçka që është mashtrim, apo veç thojnë e punëtorja të arka, kishë nejtë notën pa gjumë edhe ja ka huqë. Si nësa është që edhe saj përket peshore, edhe peshore duhet të jenë që masin mirë. Momentin që një peshore haset që nuk matë mirë, edhe sepse këtu banë edhe me qëllim, edhe nëse peshoren e kanë ofruar në atë formë që me matë për shembull kilogram ma shumë, e sasi ma pak, nuk korrespondojnë njëna me tjetrën, ajo është mashtrim. Përveç kundërvajtjes mund të jetë edhe vepër penale. Kështu që edhe këtu ka shkelje. Peshoret do të jenë, domethënë, shumë të sakta, mos themi që me kanë gjithë elektronike, po duhet të jenë të sakta. 100%, për ndryshe ka shkelje, sepse dëmtohen konsumatorët. Në momentin që dëmtohen konsumatorët, atëherë kemi shkelje. Kështu që edhe këtu gabimet mund të jenë, janë njerëzore, teknike, po gabimet s'duhet të jenë me qëllim.